Ka pas raportime të vazhdueshme, shpeshherë edhe pa jo të konfirmuara për mungesë të barnave gjatë gjithë kësaj kohe. Prandaj, përmes bordit të SHKUK-s kam kërkuar që të bëhen publike të gjitha barnat të cilat janë në stoqet e barnatorës qendrore në SHKUK, por jo vetëm. Në këtë drejtim u bën tash disa muaj që bëhet ky raportim dhe qytetarët në mënyrë që mos të krijohet konfuzitet për barnat të cilat janë apo nuk janë, tash edhe mediat, edhe qytetarët mund të shikojnë në faqen, në web faqen e SHKUK-s që cilat barna janë në stoqet tona. Dhe në këtë mënyrë i ftoj të gjithë qytetarët që për barnat të cilat konfirmohet që janë në stoqe dhe nuk i gjenden kur shkojnë, të bëjnë me njëherë lajmërimin edhe në SHKUK, edhe në Ministrinë e Shëndetësisë dhe ju garantoj që do të merren masat adekuate. Po her pas here ndodh që të kemi mungesa tranzitore të barnave, qoftë për shkak të vonesave në sjelljes së tyre nga operatorët e ndryshëm ekonomik, të cilët natyrisht pastaj konform ligjeve në fuqi penalizohen për vonesat, mirë po prapo e përsëris të gjitha barnat që gjenden në stokun e SHKUK-s tashmë janë publike dhe të gjithë qytetarët pa dallim, përfshirë këtu edhe mediat, kanë qasje në këtë listë dhe natyrisht ju ftojmë edhe juve që të raportoni kur ka raste të cilat qytetarët mund të raportojnë se mungon në i bari tjetër dhe ta bëjmë publike dhe të ndërmarrim masa nëse këto raporte nuk janë të sakta.